Përfundoi në burg elektricistët britanik, të cilët ishin punësuar nga një grup shqiptarësh për të vjedhur energji elektrike në mënyrë që të furnizonin shtëpitë e barit, duke i shkaktuar shtetit miliona pound dëm. Të premten 8 persona u burgosën për rolet e tyre në grupin kriminal, për cilin hetuesit zbuluan se ishte përfshirë në ngritjen e shtëpive të barit në 32 zona të ndryshme në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar midis nëntorit 2020 dhe shkurtit 2024. Grupi, i kryesuar nga drejtorët e kompanisë Ross McGinn, ofruan shërbimet e tyre për grupet shqiptare të krimit organizuar, thanë hetuesit nga njësia rajonale e krimit organizuar Veri Perëndimore. Firma ishte regjistruar në Companies House dhe 2 prej elektricistëve kishin profile LinkedIn në të cilat postonin foto të punës në dukje legjitime për të promovuar kompaninë. Gjatë seancës, gjykatësi David Potter tha se të gjithë të pandeurit ishin të shtyrë nga lakmia për para për të vazhduar këtë tregti të palikshme. Puna e tyre ishte e thelbësore në ngritjen e fermave të kanabisit të zbuluara në ambiente, duke përfshirë një ish hotel, dyqane, një klub nate, një lokal dhe një dyqan bosh, tha ai. Shumica e njerëzve thjesht do të mendonin se ishin një kompani e zakonshme që kryente punën, por në fakt nuk kishin leje, nuk kishin licencë. Ata nuk kishin asnjë arsye legjitime për të qenë atje. Dhe në fakt ata ishin atje për të abstraguar energjinë elektrike, tha ai. Nëpërmjet operacionit Shkëndia, i ngritur për të tetuar kompaninë, policia sekuestroi bim kanabisi me një vlerë deri në 21 milion pound nga më shumë se 100 ferma, shumica e të cilave ishin të zëna nga shtetas shqiptar. Pamjet e gjetura nga hetuesit treguan shpërthime elektrike, ndërsa banda gërmonte në një rrugë në Middlesbrough për të vendosur kabllot e tyre me ato ekzistuese për të marrë energji. Një foto e gjetur në një telefon tregonte njërin prej tyre me djegje në fytyrë, që e mendoi se kishte pësuar gjatë kryerjes së punës.